Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në Report TV ku ditën e sotme redaksia e emisionit Pa Gjurmë do sjellë historinë e një 42 vjeçare nga Tropoja, nëna e 2 fëmijëve, e cila fatkeqësisht i ka humbur të 2 fëmijët në shtetin francez. Quhet Arta Stenaj, e cila ka vendosur të vinë në një studio televizive dhe të kërkojë ndihmë pasi 2 vajzat e mitura, 5 dhe 14 vjeç, janë marrë nga shteti francez. Por se çfarë ka ndodhur në shtetin francez me këtë nën, do të jetë ajo që ditën e sotme do na rrëfej këtë histori, por dua ta përshëndes fillimisht. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se jam. U bë sa kohë që i ke humbur të 2 vajzat dhe janë marrë nga shërbimi social shtetëror në Francë? 2023. 2023, pra afërsisht po mbushen 2 vite, le të themi, që ti nuk ke asnjë kontakt me vajzat? Me ka marrë gjykata franceze në shkollën Qerdhe pa asnjë informacion, pa signaturën time. Mi ka marrë në shkollën Qerdhe, i kam shkuar mëngjes, kam shku për t'i kërkuar, më kanë dhënë një letër, edhe më kanë thënë se ti ka marrë gjykata. Me vendim gjykate, shkolla dhe Qerdhe, a ishe Albertës, shkolla Lerenës, kanë thënë se gjykata ti ka marrë fëmijët, ma kanë dhënë një letër, unë s'kam ditë me lexu francezisht. Masanej më ka thirrë një grup private, më ka thënë hajde bëjmë një takim. Kam shkuar te 4 rruga magazin. Do marrë fesh gjithë historinë, po babai i vajzave? Kam bashkëtu me një serb, nacionalitet serb, se unë fatkeqësisht burri i parë më ka vdek. Vajzën e madhe kam shqiptare, kam shku me ta deri në azil në Francë. 2016 me 2 janar. Por, përpara se unë të ulem përballë teje dhe ta dëgjoj këtë histori të dhimbshme të një nëne që ka humbur 2 vajzat dhe të besoj për dhimbjen që përjeton, më lejo të prezantoj e dashur një material sa dhe ju të merrni pak sa veten, një kronikë që gazetarët kanë përgatitur enkas për ty. E ndjekim këtë material dhe rikthehemi në studio. Arta Stenaj, një nën 42 vjeçare shqiptare, po përballet me një dhimbje që nuk ka emër, ndarje nga 2 vajzat e saj të mitura. Historia e saj është ajo një grua që ka kaluar në përhumbje, emigrim dhe dhunë, duke mbetur sot e vetmuar dhe në kërkim të së drejtës për të qenë nën. Jeta e Artës ndryshoi përgjithmonë kur bashkëshorti i saj i parë, me të cilin kishte një vajzë, humbi jetën në mënyrë tragjike. Ai vuante nga depresioni dhe kreu vetvrasje, ndërsa Arta ndodhi te prindrit e saj me vajzën. E goditur nga humbja dhe mungesa e një mbështetje të qëndrueshme në vendlindje, ajo vendos të emigrojë në Francë. Gjatë procesit të kërkimit të azilit ekonomik, Arta nisi një bashkëtesë me një shtetas serb. Nga kjo marrëdhënie vjen në jetë vajza e saj e dytë. Por në vend të mbështetjes, ajo përballet me dhunë, presion për abort dhe tradhti. Burri kishte një tjetër familje dhe ishte përdorues i alkoolit. Megjithatë, pas një kontrolli mjekësor të shoqëruar nga vajza e madhe, e reja vendos mos ta ndërpresi shtatzanin. Pas lindjes së vajzës së dytë, shërbimet sociale franceze vendosin t'i marrin të 2 vajzat, duke përdorur si arsye mungesën e dokumentacionit të rregullt të qëndrimit. 42 vjeçaria përjeton arrestimin për disa ditë dhe më pas i komunikohet se vajza e madhe është dërguar në një familje për birësim. Në përpjekje për ta takuar, ajo arrestohet sërish dhe mbahet në burg për plot 14 muaj, ndërsa për vajzën e vogël nuk merr asnjë informacion. Që prej vitit 2023, kjo nën nuk ka më asnjë kontakt me vajzat e saj, e privuar nga çdo mundësi për të ushtruar rolin e saj si nën, ajo ende sot në përdyert e institucioneve me shpresën për të rimarrë vajzat e saj. Kjo është historia që ne do të trajtojmë ditën e sotme, dashur miq, historinë e kësaj zonje, e kësaj nëne, e kësaj 40 vjeçare nga Tropoja. E dashur 42, thash 20? 22, s'ka problem. Okej, të kërkoj ndjes. E dashur Arta, e nisim sepse më the që në fillim, në krye të herës që vajzën e ke nga martesa e parë, ndërsa vajzën e dytë nga martesa e dytë. E nisim bashkë intervistën për të më treguar çfarë ndodhi me martesën e parë? Po. Unë jam martuar në zonën e Dukazhinit Voksanaj. Po. E martuar me një qëntri, fatkeqësisht ajo është vetbra. Po nga rasti në që është vetbra, unë kam konte familja jeme. Dhe me thonë, nuk kam kam kontaktu me familjen e ati, baba i vetë, i ka thënë, ka të regu babit tem, se kam pas vajzën vogël, i ka thënë sa është vetë vraburë jam, e nga që depresioni. Ka pyet babi. Ti ke qenë me vajzën e vogël tek prindrit, ku ka ndodhur? Po, kam pas shku te prindrit.
Sa vjeç ka qënë bashkë? Eri ka konë, mos me mu. Ka konë eri fare. Kur ka bërë vetë Ka vrasje? konë eri 2016 tash i bjanë 32-3 vjetë. Por në atë ko vajza sa vjeç ishte? 3 vjetë e gjysë, 4 vjetë. 3 vjeç e gjysë, dhe fatkesisht nuk e nje babajnë e saj. Tani e ka harru. Vetëm nëpërmjet fotove që ti ja tregon. Ka shumë pak se nga që u largova në emigracion edhe kam shku dhe me thonë të i mos se s'kam desh me dramatizu, të i thonë ajta se vjen nuk ka pas një... Por vajza sot që është 14 vjeçe madja, e di që babaj ka ndruar jetë. Po. Por çfarë ndodhi me jetën tënde, sepse ka qere... Une jam largun nga familja e burrit, kam shku të familja, nuk kam shku më të familja e burrit me atë rast, kam najtë të familja jeme, kam marrë vllajën e tretë, edhe kam ikë në emigracion në Francë. Deri pas vdekjes së burrit. Një vit kam najë. Një vit pas vdekjes së burrit, vendose të emigroje për të vazhduar jetën. Për vazhdu një jetë më të mirë. Dhe u vendose në çfarë vendi? Strasburg. Po, dhe... Jam dërzu në azil, kam dhënë dosjen se burri ma shvet vra, në azil ekonomik, se nuk mund të përballoj nga ona stresit edhe vajza për një shkollë më të mirë, për një jetë më të mirë, po du me mësu gjuhën, me emigrue, me këqyrë. Me janë refuzu letrat, ma refuzu fra rëkuri, ma refuzu dhe medikali. E qartë, ti kërkove azil, le të themi, azil ekonomik ke kërkuar. Po, azil ekonomik, pasi bashorti të kishte vdekur dhe kishte pa mundur jetesën. E rënduar dhe nga ana psikologjike, pa tjetër, por të refuzuan. Më refuzu. Letrat dhe çfarë ndodhit? U riadesove, apo? Nuk u ktheva, atër jam njoft me këtë Serbin 2017, me këtë babën... Me shtetasin sërb. Me shtetas sërb, me letra 10 vjeçare në Francë. Jena kontaktu, jena njoft rasisht, me andë vajzës jena njoft, se babi jam ardhë në 2017, edhe ka pas rast se one kam shku mas takimeve letra, kam lënë babin me vajzë, babi vajzë e kanë pa një park, a i ka fërshqip edhe aty ka null nofja. Shtetasin sërb ditet fliste shqip. Pa, ditet fliste shqip. Dhe kështu ka qenë njoja juaj mes atit? Po, vajza jeme, i ka thënë merë dita vajzës teme, i ka thënë vajza jeme se ka konë shumë e stresume, qyshe ki babin e mamin e ka pyt. Ky i ka thënë se babim ka vdik. E masandaja ju ashtë interesu për mu. Kena pas një si, mu më ka rajtë, më ka thënë si jam e divorcum, në Kalimash. Ka thënë si jam e divorcu, po du me vazhdu jetën me ty. Kam shku qështu. Për shembull jena njoft, nuk e kam thonë po direkt, kam shku një vit, të shku, pi kafe me ta, del. E qartë, fillove ta njeh këtë person dhe të bie në dashuri. Sigurisht, normale, është e gjitha kjo. Edhe kom ngel stacion me ta. Se ajo herë ka arte, unë e ka fit në protele, ka i herë kam shku në të ajo. Ma pak kam shku në të ajo. Por ajo jeton të vetëm? Ajo jeton të vetëm, s'ka pas banes kër e kam njoft, ka jetu të one, prej një viti. Ka jetu me jetë për hershme, arke i herë në 2 javë kështu, thënë ke s'kam vend me fjetë, ka i herë thënë ke ka fjajtë në për shok, atër ka morë një apartament. Në momenti që i mori apartamentin, ju bashkuat bashk? Jo, kam shku qëtu në djela, se kisha vajzën shkollë. Kam shku vetëm 2 ditë në javë, shtu në për djela, kam gjellë 7 zonë, babi jam sa konë dakord. Por, për gjatë saj kohë që ti e njohë, besoj fillove të dyshojë? Fillova të dyshoj, edhe më thënë nuk kam shku rrugëllisht e ajo. Kam gjellë 7 zonë, i kam thonë, i kam të regu, gjellë 7 zonë, ka shku ka registru vajzën, masi e ka registru në gjenet civile, ka thonë do të azjesh vajzën. Në momenti që ti mbete 7 zonë, a i e pranoj? Reagoj shumë kesh. Si e priti? E priti me depresion. Që të thotë të detyroj të hiqe atë fëmi? Po. Priti me depresion, do të hesh me detyrim, do të 500.000 lek heqe, se unë nuk jam i divorcumë. Kam me pas problem gjatë gjithë kohës, më ka thënë heke për në në momenti që ti ke mbetur 7 zënë, a i... Më ka largu. Të ka larguar dhe të ka tërguar të vërtetën që ishte i martuar dhe kishte një familje. Dhe familja e ti ku jetonte? Në të pirë. I kishte 4 quna në një vajzë. Në çfarë vendi jeton ata? Në të pirë. Në Francë? Në Strasburg, po. Jo larg prej banesës këtij 20 minuta. Pra i përgjatë këtij një viti të kishte mashtruar? Më kishte mashtruar non-stop. A jetonte në familjen e vet? Nuk foli fare me familjen, e kishte fol non-stop, e shkute familja non-stop. Kishte mashtru maksimum, më tha hiqe vajzën,
Unë nuk e hika, se vajza modha ishte shumë e gëzume. Që po bëhe me motor. Po bëhem me motor me vlla, se s'kisha unë me ditë fillimi, nga që ishte momentat i parë. I thash mami, qysh po thuti mas me jekojti, shkova bëna kontrolin me vajzën e modhe, vetëm unë e vajza. Beba vogëlu, e tha vajza, kajti mos e jek, mam, se e kishtë një atë, se më thamë ke jeke se do të myti. Pse ai ushtroi dhe dhunë psikologjike? Ushtroi dhunë psikologjike, po. Do të hish, se unë nuk e majdat, kam probleme familje. Unë nuk e hika. I qëndrova fort, e 9 muaj ditë si kam shku në shtëpi ma. S'kam pas marrëdhënie fare me ta. U shkëpute. Marrëdhëniet e tua me babajnë e vajzës, me Për 9 muaj kam pas vetëm dhunë psikologjike fizike për ti. Vetëm si më banke në depresion të më hiqë fëmijën. Hiqë fëmijën, po. Por ai sot e ka mësuar që vajza ka ardhur në jetë. Po, kur e ka mësu, e ka deklaru në etat civil, po non-stop, 9 muaj si kam konstatazon, më ka majtë në presion si ti ba me full diçka më të vogël fëmit japë socialit francez. Ti nuk talon e vajzën. A mendon se është ai që mund ta ketë bërë gjithçka? Po, e vërtet. E dyshon që ai mund të ketë njoftuar? E dyshoj si ai mund të ketë njoftuar asistencët, mund të më kenë spionue, mund të më kenë montue, mund të kenë bo qasë se s'ka desh me paguë nga anë e gruas e fëmijëve pension elementer. Sepse ai e dha atësinë, e njohu atësinë e vajzës. E ka njohë vetëm në etat civil. Në momenti që u bë regjistrimi. Po. E qartë, por familja juaj si e priti? Lidhjen me të shtetas serb dhe mbi të gjitha braktisjen nga ana e tij. Ti për kesh. Ne ishin krejt, s'ishin dakordit. S'ishin dakordit se unë të bajni bashkëtes me një tjetër person, rëpt ishin dakordit të rjune vetëm me vajzën e madhe. Nuk e pritën fare mi. Mua më vjen keq që të ka ndodhur kjo situatë dhe e zhgënjur, por të rishe vetme nuk është normale. Familja jetën tënde. Nuk e pritën mirë, s'ishin dakord asnjë nga që kishë grua e fëmijë të tjerë, thanë që nuk është një gjë se nuk është e zgjidhune. Sa ajo është edhe alkoholist, por pike nuk e kontrollën. Ka qenë dhe përdoruesi i alkoolit. Nuk e kontrollu ke zhanën psikike. Absolut. Unë s'kisha mundësi t'ja qesh vajzën e ti nga që kur gjishte i pim. Ka ushtruar ndonjëherë dhunë fizike ndaj jush? Po. Ka ushtruar? Po. Dhe ti nuk e ke denoncuar? E kam denoncuar. Ka bën 6 muaj burg. Në Francë? Në Francë. Ka ushtruar dhunë psikike, psikologjike, kur unë e kam da dosjen kafë, sa e unë s'kam pas letra marke alikacion familjar. Edhe unë e kam denoncu se e kishte thonë që pres me thiko se vjene e bëndosjen prapë bashkën kafë. E masanej, kur e kanë kap gjykata, i ka rënë gjykatën, ka pagu avokat sigurisht, sa shokët e mija kanë menas grunë të eme, i kanë bo, se me ahik vetit dhe me thonë. Mëne ka më 6 muaj burg, e kanë shu, ka një muj dit, atër më ka taku, prape një të agjen, s'ka nërshu. S'ka nërshu. Dhe kur erdi të takoj pas i doli nga burgu, qëfar të tha? Me ka pru një dokument, e kam në dokumenta këtu, se unë e kam drejt me pa vajzën. Sa her du, e si ti s'malen, unë e dhe ti marrë 2 ati japën shtetë. Por ti apengoje vajzën e vogël të... Po, unë nuk isha dakord me ja dhonë në vizit me tja ti. Nuk isha dakord Por pse, brënda... Për arsye alkooli. Jo... Për arsye se ishte i alkoolizuar. Në përmjet shërbimi social të kërkojë ndihmë te kopshti, te qerdja ku ishte vajza, që takimi të realizohesh aty në praninë e tyre. Nuk më kanë në mu, kanë thonë të s'kje qëndrimi. I kam lype njëm socialit, më kanë thonë të s'kje kartë shëgjur, s'kje qëndrimi, nuk mujna me të një mu për këtë pjesë. E mendove që të kthehesh në Shqipëri duke u menduar në atë situatë që... E mendova të kthehem me fëmi, me 2 fëmijë, nuk kam deshtëri në Francë, sepse jam dhunu në Francë, s'kam pasë mbështetje çdo gjë, letrat e mia, unë jam në shok, se unë s'kam ditë me lezu francëzisht, janë bo korruptume. Ta ditë që kanë bo, unë s'kam ditë me fol as me lezu, ata i kanë bo që shi kanë desh qefet e tyne. E dëshurarta, familja më the nuk e priti mirë momenti që unë nisa dhe njoha këtë shteta sërb, nuk kërkoni që të bashkëtoja me të, madje besoj janë të rënditur më shumë, kur ti mbete 7 zënda a i të braktisi. A janë sot në bështetje për ty familja? Familja jem, po, unë rritë vlajt e mama. Jete vlaj dhe tek nëna? Te mama te vlaj, kam shpia që kum ka dhe burri, kam shpi tokë se
isha martume me kunore, dhe më thonë, ka pjesën e vetë ajo. E qartë. Po, nuk kam shku atje, nga që kam familjen. Dhe jeton tek familja jote, e kuptoj. Por njerëzit e burrit të parë e din që vajza është marrë nga shërbimi social, se besoj janë gjyshër, janë edhe ata e gjaku i tyre. E din për ditë, po unë nuk ju kam dhënë shumë se s'du me i dramatizu, se për saku, i kam thonë se do të mi binë fëmin. Do të mi binë, se mu më kanë rajtë shteti francesë, më kanë lidhë, më kanë jip në avion, më kanë vajtë 14 muaj në burg. Ti ke bërë burg në Kam Francë? bërë burg. Unë e kam Ndalemi dhe ma trego të lutem, çfarë ndodhi e dashur Arta atë ditë kur fëmijët ti morën? Se diçka ka ndodhur që shërbimi social ka ardhur, është paraqitur në familjen tuaj, Po, kam shku dhe ka marrë një vendim të prerë që këta fëmijë duhet jeshit e drejta prindërore nga nëna, nga ju që jeni kujdestaria në atë kohë. Taman, unë e kam shku në Lameri, ku qytë Lameri, e kam lyp në rrim me manru hotelin, se ka pas shumë kafëra, stënica, disi jonë të bubasha se ecen. Kam thonë në këtë gjona, unë së mu të rriti vajzat, du të manroni këtë hotel, se kish krejt hoteli. Sepse në atë kohë ti isha akoma në azil dhe jetu me dy vajzat. Po, e qartë, po. E kom shku unë, kanë thonë ata, oke, të shoj me të ndru, masa nej nesmërt mi kanë morë, më kanë gjytë mu për jashta me gjithë babën tem, isha me babën tem në hotel, unë e dy vajzat e babi. Edhe mu më kanë gjytë për jashtë, mi kanë morë vajzat, ma kanë hjek edhe hotelin. E në atë periudhë, unë kam naj pa banes, prej ati sekundin në eri se më kanë këthyje, dhe më kanë futë në burg, më kanë këthyje. Për qëfar të futë në burg? Se përderi sa ke bërë burg, ke marrë një dënim. Po, se vajza e me kuna e ke në familje, unë e kam gjithë kontakt me vajzën. Ku ma murën. Në momenti që të morën dy vajza dhe të nëzorën nga hoteli, ti kërkove një shpjegim që ku do ndërgojnë vajzat dhe pse mu morën? Shkova në gjykat, ju thash pëse mi keni morë vajzat, i du vajzat e mija me shku në shtetin tem, e më thanë se ti nuk kje banes, kje një leje qëndërimi në Francë, nuk kje një kontrakt pune. Duhet një kontrakt pune, një banes, një leje qëndërimi. Thonë që atë bëjnë 10 vjetë në Francë, se ju s'me keni dhonë, kanë thonë duhet me prit kur ti kesh këtë dhe të apin fëmin. Me atë periudhune, ma kanë thonë recipicen për 3 muaj dit, leje qëndërimin, kam morë një avokat qytë me tërpjala, më ka një mu, i kam morë leje qëndërimin, kam morë një kontrakt pune. Pra, le të themi që ti fillove të plotësoje të gjitha kriteret që të arrije tek vajza. Edhe më kanë dhënë me taku vetëm vajzën e vogël si ashtë 5 vjeç. Vajzën e vogël se ma kanë morë në gji. E kam që i kam në gjim gjithë se kam gjithë, se kur kam shkue në orën 12, se kam gjithë hish aty. Ajo ishte në gjim vajza dhe më thonë se duhe t'i denënsoj me burg, se spreket një fëmina nësë në gjinja, absolut, u kur si kam raj. Edhe kom bënë e këtë kushtet jam mundun maksimum kjo vajza jeme. Kjo është vajza e vogël? Po. Mërësi që shumë për ta. Ka marrë mali. Më shumë për ta. Vojra dhe të shumë për këtë. Mërësi që shumë për ta. Shumë në tjo pa fashme. Kemi dhe foton tjetër. Na ke dërguar dhe foton e vajzës madhe, mos gaboj. Jo, vajza e madhe. Kjo është vajza e madhe? Nga martesa e parë? Kjo është rritjetime, po. Për këtë kam bë burg. Se shkova unë ku jetu këna familje francese, më ka pa... Pra, vajzat pasi mori shërbimi social? Kam shku një vite gjysë ma kanë dhonë në takim fare, kam shku e kam gjithë ku ashtë, kam shku më ka pa vajza, ka del për jasë e shpje karte, une i kam thënë mami, kam marrë vesh me të pa, kam desh me i dhonë lek, se nuk mujna une me të morë se më qojnë në burg. Se ligji francesë nuk javdi unë, se s'di me folë francesht, mirë, asë me shkru, ka thonë në mamë, thonë vetë si du me ndaj me mamën edhe dëvi me ty. Ja ka një spëqan e kam morë, kam shku të babi jam të adresa. Pra, ti vajzën shkove e takove fshetas dhe more nga e familje? Po, erdi me mu, atre policia ka ardhë me arëm, me atë, si janë ma atë t'lull me ma atë paralizu të qanë, edhe më kanë lidhë durët mua, edhe ishë bashkjetusit. Edhe me kanë morë vajzën në presiontarëm. Kë bashketus? Ky baba e qikës vogël. Por pse vajzën e madhe nuk ta kanë marë në kohën që morën dhe të voglën? Këta e kam morë 2 herone, kam arrit me gjithë, me anë komunikim telefonik. Hera e parë, kur ta morën? E kam morë 2 herë më kanë full burg, për këtë vajzën, edhe unë... Ti e ke marë dhe e futu në burg? Po, 2 herë më kanë full burg. Kanë thonë, jo, ty së të konë se ka morë gjykata francese. Këmë thonë, vajzën e kom për Shqipni, o du mi Shqipni me ta. Hajde që do si e kom linë këtu, po mundohna me ambasadë serbe me shtetin shqiptar. Por, në momentin që ti kishe vajzën e vogël,
Të këshin marrë vajzën e madhe. Po, mi kanë marrë 2 priher. 2 priher mi kanë marrë. Herën e dytë. Herën e parë kanë marrë vetëm vajzën e madhe. Jo, mi kanë marrë 2 për një herë. Të dyja. Të dyja për një herë. Ti gjete vajzën e madhe dhe e solle në shtëpi. Po. Dhe ta mundë Vajzën e vogël e kom pa ka herën 15 ditë non-stop. Sa kom ndaj në Francë. Ishin në për familje? Ishin në për familje, jo bashkë. Jo bashkë. Dhe vajzën e madhe ti e gjete dhe e more. Po. Policia erdhi dhe të futi në burg. Po, 2 herë më kanë vënë. Dhe sa muaj krevet? Kam bë 14 muaj burg. 14 muaj burg? Po. Dhe kam bë 14 muaj burg, më kanë torturu. E s'kom pas kontakt as me babën, as me mamin, as me vllazër, as me motra, as një gjë më të vogël. Për 4 muaj rresht vetëm me babën e kom shkruar në non-stop, ma ka kthy një korrje, ka thënë se më lajmë të taku se s'kam kaq shëgjurkar, vllai prej Tropoje, se vllajën e kam me vete këtu. Edhe nuk e kanë lënë me më taku. Kam marrë 3 avokat. I kam marrë po gratë të shtetit, se unë s'kom pagu avokat se isha në azyl. Nuk më kanë ndihmu. Kanë thënë jo, shteti francez i ka marrë fëmin, nuk t'i jep dot. Kam bë 14 muaj burg, më kanë prish letrat prefektura. Prefektura franceze më ka prish letra, ka thënë ekspuls ki e 5 vjet me shkon në Shqipni. Kur hipa në avion, unë e kam bë mes me hip. Po më thej bëra 2 herë burg. Herën e dytë kur e bëre burgun? Jam dalë prej burgu direkt e arku, ka 2 muaj se kam dalë prej burgu. Po herën e dytë për çfarë? Vajte e gjete prap vajzën? Prap. Si e gjete? Me anë shkollës. Anë të shkollës. Po, e kam gjetë. Vajza ka shkru, më ka qua adresën në postën time. Në Facebook, besoj. Jo, në post ku marsha kur jetë. E kom post një post si marsha letrat e Dhe vajza të ka dërguar një letër dhe ka dhënë adresën. Ka thënë se mam këtu jam me atë adres, kam hi në telefon tem, kam shku, e kam gjithë shkollën, me anë të adresës si më ka Dhe çfarë ndodhi? Ti vajte e unë e kam njek prej të shkolla, të shpia korrin. Dhe e more për herë të dytë prap vajzën? E mora prap. Më smujta me unë alu se njëna biologike, kur me nisi për ka mom në mlash, unë jam shumë e dramatizume, se këta për më shtin me pastru, Por që ta kuptojmë qartë, edhe unë e kam marrë. Arta, unë kuptoj që i e ngarkuar shumë dhe nga ana emocionale për shkak dhe të ngjarjes dhe të dhimbjes dhe e kuptoj situatën tënde. Por gjykata çfarë vendosi? Të hoqi të drejtën e kujdestarisë? Ma hoqi të drejtën. E kujdestarisë. Herën e dytë. S'pari ma hishi vesh kësaj. Se i e dënuar me kaq shumë muaj burg, se 14 muaj janë shumë. Po, ma hoqi s'pari vesh akuzuar për rëmbim, fëmijë besoj. Pavarësisht se ti ata ma ka rëmbi mua, se unë kom qenë shkollën qerë, po jo unë atyne. Të kuptoj, ti je nëna biologjike. Ata ma kanë rëmbi mua, pas signatur teme, pas një informacion të më të vogël. E qartë, logjikisht i këtë adresë e nëna biologjike, por në momenti që një gjykatë heq kujdestarin dhe ja jep një tjetër familje dhe ti shkon e merr atë fëmijë, quhet rëmbim dhe prandaj je dënuar. Rëmbim te unë tani. Ma ka një eksporit mollës. Dua të më tërgosh episodin e dytë. Vajte e gjete vajzën dhe e more. E mora. Dhe e çove tek vendi ku jetoj e vetë. Po, nuk ku u jetoj sheve. ke baba jam jo, nuk e më shefa fare, që va natë 2 mesil ku jetoj me babin tem, edhe babi jam jetën edhe sot natë 2 mesil. Në adres ku jetën ish bashkjetuse. Aty, na kena pas një banes, bashkjetusi e këto, babi unë e këto. E qartë. Erdi policia me një herë. Erdi policia, ka pas një stub, la polis, e kanë thuj portën, kanë hi, dërzonu, qika jam e ka hinë në krevet. Une, kom thonë që ka vini qështu si kriminella, se fëmija është një jemi. Une s'kam vidhë fëmi kuj, më kanë lidhë durët, kanë thonë me arë mu konsultu në komisariat. Masa në i qikën ka ardhe ka marrë një edhe sociali, mu më kanë majtë në burg, nuk më kanë liru për 14 muaj. Më kanë majtë aty 3 dit. Jo, herën e dytë sa muaj bëre? 14 muaj. Herën e parë kam bë 4 dit mirë, herën e dytë 14 muaj. 14 muaj. Dhe pas i dole nga burgu, me njëherë të riadresuan. Me njëherë ekspuls për 5 vjetë më kanë pru në terminal. Më kanë pru këtu të policia shqiptare. Edhe më kanë thonë, më kanë ullë, kanë dollë policia aty, më kanë thonë për qarë si të kanë këthy. Më kanë thonë ekspuls se mitë mi kanë dalë në Francë, u kam lypë denonsim policisë, ashtë du t'i denonsoj këta 2 personat si më prunë. E kam edhe fakturën, se më kanë kalu, si me kanë kam trafikujnë. Nuk më kanë kalu me regull, për më kanë kalu në për do tunele, në për do shkallë, si me kanë une kam trafikujnë. Une më besu si për më trafikujnë në organë, ku po më qojnë këta mu 2 persona, si kam njofë, si kam ditë. Thonë që në polisë, u kam thonë më ka zënë i kartën, se kush do mund veshet me uniformë policie, s'kam besu. Mënyra se si të bërë riadresimin. Mënyra se si ma kanë bërë rikthimin, akon sepse ajo që po kuptoj, dashurarta, unë nuk jam avokate, por ti e dënuar për herë të parë me 4 ditë burg, le të themi. Më ka lënë 6 muaj detyrim paraqitje.
Të kanë lënë bëzullik të këmba, të kanë monitoruar. Detyrim signature, E qartë. me shku me lëshuj signaturën 15 ditë. Dhe ti e ke përsëritur, le të themi ke bajtur sërish të ke marrë vajzën dhe prandaj e dënuar me burr 14 muaj. Më kanë lënë kesh, kom shkuar kom shkruar signaturë 2 muaj ditë, më ka thonë mos hajde mos ka problem heq, kom marrë 5 avokat me mnimu. 5 avokat i kom me emna në dokumenta. I kom thonë nën stop 5 avokat me ndihmom, nëse unë do shkoj të marr vajzën. Nuk du të binë burr prapë, se jam një nën me 2 fëmijë dhe kam një moshë thyme. E qartë. Se më kanë ndihmu, kanë thonë gjykata na po shkruajna boll për me pati fëmin, me pati këtë vajzën e madhe, se 15 muaj se kam po. 15 muaj se kam po. Dhe me thonë 15 muaj se kam pas ish as bisedë telefonike, as takim me ta. Për 15 muaj. Nga Shqipëria ti nuk mundesh do të telefonosh vendin ku jeton vajza për të folur me vajzën? Apo nuk e Nuk e di ku është, për ata kom qitë të njërë se humën se kom shue dhoj babes tem me babi Po jam. jo, vajza ka shkuar tek e njëjta familje. Ja. Nga e ke këtë informacion që nuk është atje? Më ka ardha ajo te Burgu, Spip quhet sa atje Po? në mënyrë franceze. Golda është një gru, më ka thënë se vajza jote është një qendër edukacioni. Nuk e di të shkon qendra se nuk kanë dhënë Pra, shpjegim. e kanë hequr nga familja dhe kanë çuar në qendër frika se mos nëna vinte dhe e merrte. Dhe e kuptoi dhimbjen. Ndërsa për vajzën e vogël nuk ka as informacion? As po ai baba i saj më ka marrë në telefon për anijove, më tha se vajza është e smurë në spital, se më ka lënë me hi me pa, besova si e pa të bloku, se fula me një avokat tha vesh po të rrë, a avokati tha blokoja se më duke se në ka të rrë, më tha po ta që i motrën e vlanë me të marrë me në zez, me arë me vlajnë e motrën teme, pa pashaport, i thash më ka ndonë një kësë për të zvedët, edhe më tha kom shku me lyp me pa, tha se më ka lënë me hi me pa këtë vajzën e vogël. Po pse mendon që babait ka gënjur? Me anoj sepse babi jam jetën atje, e tha asnjëherë se ka po. Kishte pyet babi jam pastaj. E tha asnjëherë se ka po. Kishte pyet asistencën. Sa as babi tem asnjëherë se kanë, ne kanë rënë se do bësh takim me 25. Amërse shumë për këtë situacion. Okej, jeqin fotot, Regjia. Jeqin fotot. E qartë. Dy kam më burg, më kanë thënë se me mlonë në Francë, o dhe me epni vajzat, o prap dhe desën për vajzat e mija, se unë në jam një njërë se kur si kam raj. Qështu me mu vetë mbrojtje kanë pas. Maksimum me hongër, me pi, se unë jam konë një emigrant, s'kam pas banesat atje, as drejt pune, as në gjohë. Por avokatët të cilët i ke kapur në shtetin francez, çfarë të kanë thënë? I kanë marrë shumë fëmijë, i kanë marrë shumë plete për plete fëmijë, nuk ishë në gjykate ato që po shkrujnë avokat, nuk ka rralla jote, se ka shumë dosje për para. Ti akoma një proces gjyqësor me shtetin francez? Po, kom bo apel. Ke apeluar vendimin e parë? Eqin e kujdestarisë, e qartë? E kom apelu. Se edhe shkalla e dytë, apeli ka lënë në fuqi? Ka lënë në fuqi vendimin e shkallës së parë? Po, jo më në shkallë dytë, ju kom thonë në, nuk jam i dakortit, kom folë edhe në radio televizor, kështu atje, kur isha edhe nume me burg, kom folë me një gjukat atje, në kolë marquet, edhe kom thonë, jo s'keni asi dhe drejtën me hjekni drejtën si prënd biologjik, se unë asi kam rej, s'keni ordinën spitali, s'keni një matë vogël, nëse ju zdoni me majtë mua, as fëminës dhe të imani, do mi japë në shtetin tem, kam me hangër, kam me pinë shtetin tem, poli gjuhën teme. Pra, ty janë marrë fëmija dhe të shequr e drejta e kujdestarisë, jo sa ta të kapën se fëmijët po lypnin, fëmijët keq ushqeheshin, fëmijët nuk edukoheshin, nuk arsimoheshin, nëna i dhunonte, apo nëna ishte përdorus e lëndëve narkotike. Ti kanë marrë fëmijë se ti dyshon se partneri jot i dytë, ndoshta ka qenë ai që ka njoftuar shërbimin social dhe ata më pas. Taman kjo ka konë. Taman kjo ka konë edhe kom me dokument. Unë e kur si kam rej. As, unë i kam dështë fëmijët i pave, unë i kam pas majtë si dy princesa. Se unë i kam pas edhe familjen atë, kam vlajnë Belgjik, ka një më dhone familjes, edhe babin e kam pas dhe me thonë, ka pas rrasë. Por babai juaj, cili ndodhet aktualisht në vëndi ku ka ndodhur ngjarja në Francë, është interesuar për vajzat? Non-stop, është i dramatizu maksimum. Është interesuar kap me asistence. Dhe çfarë i ka thënë shërbimi social, asistenca? I ka thënë, du me i taku fëmijët, për shka na i kene marrë fëmijët, ata janë të për përsjepe racista. Racista, për kur gjanë heshtonë, jo, ju s'dini me eduku, s'po fol një frangjisht, fëmijën e janë shtetit,
se s'kini plotësu kushtet si përket Francës. Na Francës më një plotësojmë kurrë se na emigranta. Edhe nuk e kanë prit mirë hiç për babën. Dhe Shuarta nuk e para nën që vjen në studion e emisionit Pa Gjuhën fatkeqësisht që ka emigruar për një jetë të mirë dhe fatkeqësisht ka humbur fëmijët. Më keqe jeta. Shumë nëna, ju ka ndodhur kjo ngjarje në Francë si puna juaj, ju ka ndodhur në Itali, në shumë vende të tjera dhe kjo është një fatkeqësi e madhe këtyre nënave shqiptare që largohen nga Shqipëria me ëndrrën se do gjejnë një jetë më të mirë dhe do shkollojnë fëmijët jashtë Shqipërisë, po pa e ditur se atje mund të humbi gjithçka. Dhe realisht Gjithçka më kanë humb familja, më ka humb 2 vajzat se atë ishin jeta jeme. S'mujna po të. betejë me drejtsinë franceze dhe rruga. As gjumë s'kam. Kam shumë, më shohë në fëmijët e mia, dhe me thonë jam një gjendje shumë katastrof, se unë du të kontaktoj me fëmijët e mia, du të di si është gjendja shëndetësore e fëmijëve të mia, psikologjesht, se më kanë maltrejtue, psikologjik, moral, se 13-14 muaj në burg, një kohë u kam linë në fëmijë në Francë. Me ish bashkëtuesin me letra, nuk o përdor ligjit të mapin letrat e një banes të regull të leje qëndrimin e drejt pune, pa përdor ligjit me marrën fëmin. Dhe me thonë, mu më kanë vjellë lek 10 vjetë, më kanë vjellë edhe fëmin. Ajo për 10 vite, që shumë ka bo deklaracionin kafë se janë jof me mu, më ka morë gjendin ekonomike. Lek për vajzën e mëllet voglen në kafë. E dyta masi janë bo 10 vite mirë si unë krejt më janë vjellë parët, më kanë morë edhe qendra e tribunalit, gjykata franceze më kanë morë edhe fëmin. Dhe me thonë, bolë se jam shfridzu ka ona ekonomike, jam shfridzu se ma morë edhe psigjika, Me morale. ambasadën tonë në Paris je munduar të lidhesh për të kërkuar ndihmë rastin që është Po, në burg i kam shkru. I kam thonë, jam një shqiptare me 2 fëmijë, jam e dënuar për vajzën teme se nuk është dakord të rinë familje franceze, e kom morë, më kanë mjëllë me kesh më i burg, asë një përgjigje. Kom shkru. Në burg, aty E qartë, ke dërguar një letër dhe nuk e marrë një përgjigje nga ambasada jo në Paris. Absolut. Ase i kanë gjujt ata, s'u kom shkruajt disa herë se kur vjen burg të s'kisha bën 24 orë do shkrush, kam shkruajt e familjes teme, shumë pak kam pas vetëm me babin, as me 1% tjetër. Babi veç më ka shkru. Por Një herë në 2-3 muaj. ish partneri juaj, As një herë. jo, ai është në luftë me drejtsinë franceze për të gjetur vajzën, apo nuk i intereson Ai vajza? ka pas me pa, as i herë s'ka batuar ligjin francez. As ka pas me pa një herë muj, një herë në 15 ditë, as i herë. Nuk i intereson fare. E dashuarta, për të qenë e sinqert, betejë me drejtsinë franceze më duket shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Nga ana juaj për ta fituar dhe për të rikthyer vajzat pranë xhirit tënd. Unë uroj me zemër që të bashkohesh sa më shpejt me 2 të voglat e tua. Qysh, unë probleme kam se unë nuk mujnë apo së më një motiv me shku, se jam me X-Puls. Me shku në zezë, më bje prapë në burg. Unë për fëmi të rrezikoj, mund të rrezikoj edhe burg me vdekje se ata janë gjaku jam, nuk e lojnë gjaku në tem rrugash, po duhet me mnimu me ekstraditu fëmin, se mu më kanë rajt. Më kanë hip në avion, më kanë thënë për 3 ditë, ata policë, për 3 ditë kanë me të vajzat, unë 2 muaj, asë një gjamë të vogël që është. Ne do flasim me avokatët tanë që operojmë në studion e emisionit Pa Gjurmë për të ndihmuar nga ana ligjore, por uroj. Bile ma të voglën atë vajzën e modhet kam bilet që di si egziston, me më thonë, mom jam mirë, sa jo fol Shqip. Më kanë refuzue edhe gjuhën Shqipe në shtetin francez. Jo, mos fole ti Shqip me vajzën tonë, sa jo duhet me fol vetëm francesht. Dhe unë dalë me zemër që t'jetë afërt ajo ditë që të bashkohesh me 2 vajzët e tua, do mbetemi bashkë në kontakt. Inshallah. Duhe vetëm kontakt, maksimum duhe me pas kontakt se jonë vajzat e mija mirë. Ti shoh kështu, ti shoh fizik, psigjik, se unë e më mëgojnë shumë. Më mëgojnë edhe du drejtësi për fëmijët e mija. Du denonsoj gjykatën franceze. Me burg, si kur unë si jam nëna fëmija jam, unë du t'i denonsoj ata të bojnë burg se mu ma kanë vjellë fëmin. Atë fëmija gjaku jam e kam linë vetë e rriti ku t'ue. Nuk jam një nënë e thyme në mosh. Kam punë, kam shpe. Dhe me thonë, kam kushtet t'i rriti 2 vajza. Ku dhe t'jam në butë, sa më në shtetin francesë më kam mënë sytë kesh, me manipulim ishtë bashkëtuesit, edhe të familjes ti. Kam pas kërcenime prej djalit ti, prej ati, prej krejtve prej vajzës ti.
I kam me fakte. Më vjen keq, I kam më vjen- me përgjime telefonike. Më vjen shumë keq Arta që dëgjova sot historinë tuaj, një histori shumë e dhimbshme, ta uroj me zemër të vi sa më shpejt ajo ditë të takohesh me vajzat e tua dhe do mbetemi bashkë në kontakt. Inshallah. Faleminderit që të pata në studio. Qa kam me pas shansin inshallah me kontaktu me vajzën e madhe. E urojmë, lutemi për këtë gjë. Mirë, me historinë e Artës dashumish, kësaj nëne, kemi ardhur në fund të kësaj pjesë të parë, do të kalojmë në reklama, do rikthehemi bashkë sërish në pjesën e dytë. Mirë dashumish, jemi rikthyer në pjesën e dytë, jemi së bashku live, ku në këtë pjesë të dytë do të vazhdojmë me të tjera histori dhe në fakt dua të prezantoj disa histori, disa persona që kanë humbur kontaktet me familjarët e tyre dhe denoncimet janë bërë edhe në studion e emisionit pa gjurmë. Dhe dua ta nis me historinë e Kristo Dajkos, një 49 vjeçar nga Korça, babai i 2 fëmijëve, i cili fatkeqësisht është larguar dhe ka humbur çdo lloj kontakti me bashorten dhe fëmijët e tij në datën 22 prill të vitit 2015 nga Italia. Kanë kaluar disa vite dhe ende familjarët nuk kanë informacion për Kristo Dajkon, 49 vjeçari, i cili u largua fillimisht me djalin e tij drejt vendeve të Bashkimit Evropian për të kërkuar azil. La të voglin djalin e tij në Norvegji dhe vetë u kthye në Itali pasi u refuzua azili dhe kërkoi disa para bashkëshortes në barit të Italisë, aty ku ishte vendosur me qëllim për të shkuar në Gjermani. Por ajo ishte telefonata e fundit dhe më pas nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e Kristo Dajkos. Unë dua t'i japi një kronik, një material që ne kemi përgatitur për historinë e humbjes së 49 vjeçarit korçar dhe rikthehemi në studio. Ende në kërkim të Kristo Dajkos, 49 vjeçar nga Korça, i cili rezulton i zhdukur për familjarët që prej vitit 2015 ishte fillimi muajit prill, kur bashkë me djalin e tij emigrua në shtetin norvegjez. Sipas familjarëve, 49 vjeçari kishte përgatitur dokumentat me qëllim për të përfituar azil në Norvegji. Pasi ju refuzuar drejta në këtë vend, babai me djalin u nisën drejt Suedis, ku qëndruan për pak ditë dhe më pas Kristo e la të birë në një kamp dhe vetë udhëtoi për në Itali. Gjatë qëndrimit në Itali, ai u kërkoi familjarëve një shumë parash që të paguante biletën për të kthyer më pas në Shqipëri. Pasi mori sasinë e parave, Kristo Dajko shkëputi çdo kontakt me familjen e tij. Kristo Dajko i zhdukur pa gjurmë, ka lënë në pritje bashkëshorten me 3 fëmijë, 2 vajza dhe 1 djalë. Ky i fundit pati probleme të shumta depresive pasi u kthye nga Suedia. Kjo është historia e Kristo Dajkos dashumish, kështu ai ka humbur çdo lloj kontakti me familjarët, një histori që është trajtuar përgjatë shumë sezoneve në studion e emisionit pa gjurmë, shumë informacione kanë bërritur, janë verifikuar, por fatkeqësisht jemi ende në pikën 0 për 49 vjeçarin, ndaj ne sjellim sot në fokus historinë e tij, gjithnjë me shpresën që kushdo që mund ta ketë njohur, kushdo që ka informacion, mos të hezitojë të lidhet me studion e emisionit pa gjurmë, vazhdimisht jap kontaktet tona, ne kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut pa gjurmë Reports TV. Mirë, nga Korça do të zhvendosemi në Vlorë, do të jemi në kërkim të Alex Koçiraj, një 37 vjeçar vlonjat, i cili fatkeqësisht ka humbur kontaktet me familjen e tij në 1 mars të vitit 2011, po nga qyteti i Vlorës. Kanë kaluar shumë vite dhe ende familja Koçiraj nuk ka marrë një lajm për Alexin. Por kush është historia dhe çfarë dyshohet nga familjarët, ndjekim këtë material dhe rikthehemi në studio. Dy shokë futën me mjet lundrimi në mes të natës në detin e trazuar në zonën e Pashalimani të Gjirit të Vlorës. Varka e tyre u përmbyn nga dallgët e detit dhe vetëm njëri nga ata arriti të mbijetonte, ndërsa Alex Koçiraj nuk u bëi gjallë. Alex Koçiraj dhe shoku i tij Rinald Jaupi vendosën të futeshin në det me një mjet lundrues. Vëllai i Alexit, Hamiti, e shoqëroi të vllajën atë natë dhe vetë qëndroi në buzë të detit. Ai e ndoqi me sy, ndërsa 2 të rinj humbën mes errësirës së asaj nate. Hamiti ku nuk e kishte menduar se ky ishte takimi i fundit me të vëllain, një natë që do të skalitej fort në kujtesën e tij dhe një tragjedi që do të rëndiste familjen Koçiraj. Pas një ore Rinald Jaupi kthehet me notë në breg. Ai informon Hamitin se nga dallgët e trazuara mjeti i lundrimit u përmbyt dhe Alexi nuk ja doli të mbijetonte. Në gjendje shoku, Hamiti lajmëron me një policinë e Vlorës dhe këta të fundit mbërritën në vend ngjarje.
Mjetet lundruese të ushtrisë dhe ato të kufirit nisën për të kryer operacionin e kërkim shpëtimit për 22 vjeçarin aso kohe. Kërkimet vazhduan intensivisht edhe në ditët në vazhdim pas ngjarjes. Policia bregdetare dhe polumbar të kualifikuar kërkuan një shtrirje më të gjerë gjeografike, por nuk u gjet mjeti lundrues dhe as rrobat e Alex Koçiraj. Familja dyshon se diçka mund të ketë ndodhur atë mesnat dhe nuk i besojnë dëshmisë të dhënë nga shoku i tij Alexit. I mbijetuarja e asaj ngjarje, Rinaldi Aupi, ka dhënë disa versione të historisë se çfarë ndodhi mbrëmjen e 1 marsit dhe përgjigjet e tij janë shumë kontradiktore. Pas 4 muaj zhdukje të 37 vjeçarit sot, Rinaldi shkëputi çdo kontakt me familjen Koçiraj. Alexi e njihte mirë detin dhe një vit para zhdukjes, ai kishte punuar si polumbar. Sot, pas 13 vitesh, vëllai kërkon të zbulojë çfarë ndodhi atë natë dhe si qëndron e vërtetja e zhdukjes së vëllait të tij. Kështu ka humbur çdo lloj kontakti me familjarët e tij, 37 vjeçari nga Vlora, Alex Koçiraj, edhe për të u bërë thirrje që kushdo që e njeh mund të telefonojë pasi janë familjarët që kanë bërë denoncimin në studion e emisionit Pa Gjorm. Mirë, do shkëputemi në këto momente pasi dua të prezantoj një klip, bëhet fjalë për një suplement ushqimor, quhet Prostatol të dashur miq, është i destinuar ky suplement vetëm për popullatën e rritur maskullore, e cila ndihmon në problemet dhe funksionimin e prostatës. Njihuni me Prostatolin dhe rikthehemi sërish bashk live. Jemi sërish bashk live për të vazhduar me historinë e radhës. Do të jemi në kërkim të Almir Kalemaj dashur miq, një 47 vjeçar nga Fieri, i cili ka humbur fatkeqësisht kontaktet me familjen e tij në 14 maj të vitit 2009 nga vendlindja e tij fshati Cakran, fshati Buzmadh Cakran i Fierit. Dhe prej vitit 2009 familja ende nuk ka as informacion për Almir Kalemaj, i cili ishte një sportist me medalje ari në shtetin grek, një peshngritës i njohur për sportin grek dhe pse sonte në flamurin e vendit fqin, por fatkeqësisht është i humbur dhe familjarët e kërkojnë. Unë dua të prezantoj një material që kemi përgatitur për Almir Kalemaj dhe rikthehemi në studio. Zhdukja e papritur e Almir Kalemajt nga banesa në fshatin Buzmadh i Cakranit në Fier ka ngritur pikpyetje të mëdha për familjarët. Kampioni i peshngritjes në ekipin e Panathinaikos në Greqi humbi gjurmët më 14 maj të vitit 2009, një muaj pasi ishte kthyer në Shqipëri. Në studion e emisionit Pa Gjurm, familjarët kanë bërë apel për ndihmë, ndërsa pas publikimit të rastit ata kanë marrë kërcënime nga persona të panjohur. E motra tregon për të gjitha kërkimet që ka bërë, ndërsa ka zbuluar nxjerrjen e një pasaporte me nënshkrimin Vasil Kalemaj, emër me të cilin njihej në tokën Helene Almiri. Rasti i zhdukjes së Almir Kalemajt është bërë publik edhe në emisionin analog në Greqi, Fosto Tunnel, shkatrimi i një marrëdhënie me vajzën që ai dashuronte, por edhe ardhja në jetë e një fëmije pas ndarjes që Almiri ka besuar se është djali i tij, rëndoi dhe më shumë gjendjen psikologjike të riut. Kjo është historia e Almir Kalemaj dashur miq, kështu ai ka humbur çdo lloj kontakti me familjen. Familjarët kanë treguar për studion e emisionit Pa Gjurm se i riu ishte kthyer nga Greqia me probleme të rënda të shëndetit mendor dhe gjithçka kishte ardhur nga ndarja me të dashurën që ai bashkëtonte në shtetin grek. Në një gjendje të rëndë shëndetësore, ai nuk pranoi të merrte mjekim, është larguar nga shtëpia ashtu me rrobat e shtëpisë dhe drejtimi është ende i paditur. Përgjatë disa viteve kur ne kemi trajtuar historinë e Almir Kalemaj, kanë mbritur informacione se ai mund të jetë rikthyer në shtetin grek, por edhe motra e tij, e cila ndodhet në këtë shtet, ka bërë kërkime dhe ka zbuluar se pas vitit 2009 që vllai ka humbur kontaktet, ka rinovuar letrat Almir Kalemaj në Greqi. Ju bëj thirrje gjithë shqiptarëve që jetojnë në shtetin grek, kushdo që ka informacion mos të hezitojë të lidhet me studion e emisionit Pa Gjorm. Mirë, nga Fieri do të zhvendosemi në zonën e Pogradecit, do të jemi në kërkim të Bilal Hykës dashur miq, një njerëz i cili ka humbur kontaktet me familjen e tij pikërisht në 7 nëntor të vitit 2011 nga Pogradeci dhe aktualisht është 40 vjeç. Bilal Hyko është shprehur në familje ditën që është larguar se do të nisej drejt Maqedonisë së Veriut për të punuar, ishte koha e punëve sezonale, por nuk dihet nëse ka mbërritur apo jo, prandaj edhe vendi i humbjes së kontakteve ngelet vendlindja Pogradeci. Por çfarë dyshon familja, ndjekim të material dhe rikthehemi. Në ditën e tij të lindjes më 7 nëntor, kur mbushte 25 vjeç, Bilal Hyko nga fshati Velçani Pogradecit zhduket pa lënë asnjë gjurmë, duke lënë pas bashkëshorten dhe nënën në shtëpi. E reja, e cila kishte vetëm 2 javë që kishte ardhur nuse në shtëpinë Hyko, e priti vetëm 5 ditë Bilalin,
dhe vendosi të largohej duke vazhduar jetën e saj. E vetmja që e pret edhe sot e kësaj dite atje ku e la, tek dera e shtëpisë është nëna e tij, zonja Diturie. Ajo kujton fare mirë atë mëngjes kur e përcolli pa dëshirë drejt shtetit fshinj. Nëna donte t'i festonte ditëlindjen, por 25 vjeçari donte të emigronte për një jetë më të mirë. Prej asaj dite, askush nuk e pa. Prej asaj dite, asnjë informacion. Prej asaj dite, ai u zhduk për të mos u kthyer më kurrë. E vetme dhe në moshë, nën Dituria ju drejtua policisë ku pas denoncimit, mësoi se ai kishte kaluar kufirin dhe ishte futur në territorin e Maqedonisë së Veriut. Nuk u mësua me kë udhëtoi dhe në cilin qytet qëndroi. 6 vite pas humbjes, në vitin 2017, erdhën lajmet e para në familje se ishte parë në disa fshatra të Gostivarit dhe Shkupit. Kjo bëri nënën të merrte rrugën me shpresën se do e takonte të birin, por jo, fatkeqësisht nuk gjeti asnjë gjurmë të tij. Dyshimet janë të mëdha se ndoshta diçka i ka ndodhur, apo dikush mund ta mbaj peng dhe e shfrytëzon. Bilal Hyka ishte një djalë i urtë dhe shumë punëtor dhe sipas nënës, kurrë nuk do të largohej me dëshirën e tij, duke lënë atë për gjithë këto vite në ankth. Zonjë Dituria ka mbërritur në ambientet e Report Televizion për të denoncuar live humbjen e të birit, me shpresën që ai do e ndjeki dhe ajo do i dëgjojë zërin. Kështu ka humbur kontaktet me familjen e tij Bilal Hyka dashumish, ky 40 vjeçar, u bë thirrje edhe për të riun nga Pogradeci, kushdo që mund të ketë informacion, kushdo që mund ta ketë takuar, pasi dyshohet se mund të jetojë ende në Maqedoninë e Veriut, është i lutur të lidhet me redaksinë e emisionit Pa i Gjurmë. Uroj dhe shpresoj që të gjitha këto pasaporta që prezantuam ditën e sotme të kemi informacione, të kemi lajme dhe familjarët të mësojnë të vërtetën se çfarë ka ndodhur me fatin e tyre përgjatë gjithë këtyre viteve. Mirë, ju falenderoj dhe juve që mendoj që deri në fund të programit ne bashkë ritakojmë sërish. Ju e dini që Pa i Gjurmë vjen çdo ditë nga Hana në të premte, live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.